ka nisur punën si mjek qysh para shumë viteve, me një mision fisneke human. Në kohën kur shumë njerëz kërkonin migrime ikin nga lufta e fundit në Kosovë, ishte pikërisht mjeku kosovar që u doli ballë qytetarëve e kujdo që të kuronte plagët e tyre. Është ky doktori Abdullah Vojvoda, i cili pran vetës numëron vite të gjata karrierë e shumë mirënjohje të punës. Unë jam doktor Abdullah Vojvoda, punoj në qendrën e mjekësisë familjare numër 1. I mësuar gjithë herë më parë në uniformë kështu, po tash për pak kohë do dalim pak edhe jashtë uniformës, se unë kam nevojë pak më relaksue me dalë edhe me qytetarët, kështu që unë jam gati kur t'jeni ju gati një. Prandaj prindi jonë tash është i ndjerë, të dy prindët i kom të ndjerë, kam pas vështërsi në shkollimin tonë, mirë po me krejt forcen, me krejt përkushtimin nuk ja kanë dalë edhe më na shkollue. Po ne kem qenë shumë fëmijë të edukuar në të kohë, ty ju falenderu gjithë herë prindërve për edukatën që ne kanë thonë, edhe jena përkushtue, i kena caktu lamit tona, unë ju më përcaktu për shëndetësi, si maj madhi që isha, e kom desh gjithë shëndetësin, edhe dhash Zoti dhe deshti Zoti që une e realizova dëshirë, edhe sot jom një mjek me një përvojë shumë të madhe, kështu që ju kisha preferue, edhe trive dhe trejave mu përqëndrue në shëndetësi. Periudha e luftës, aty ku shumë gjak u derdh, aty ku lotët nuk mbaruan, pikërisht aty ku jetrat e zemrat e shumë njerëz vushuan. Në ato kohë, doktor Abdullahu qëndroi fisnik në punën e tij, duke u shërbyer njerëzve sado që jeta e tij ishte në rrezik. Perioda e luftës është me shumë sfida, mirë po vullneti i madh. Edhe e dishëm që ky popull do të çlirohet nga okupatori shekullor, mu më dha kurajo edhe vullnet. Edhe ne, krejt atë period luftës, kem qenë të pregaditur me aq forsa kem pas, me ato barna që herë kem pas, barna herë s'kem pas, po falë donatorëve të ndryshëm, të barnatorëve, sidomos një barnatore që tash është Blerta, me emrin Blerta, ajo në atë kohë madhuroi mua komplet barnatorën e vetë. Edhe tha doktor, tha krejt ato barna, tha qofshin për këtë popull vushtërisë edhe për punën tonë që e ke marrë, me krye e inshallah me jetë gjatë e ja dalëm edhe fundit, edhe arritëm ato. Kem pas raste të lloj-llojshme, si lufta ma, mirë po unë gjithë herë kom me falenderu Zotin edhe popullin që na kanë përkra, na kanë mbulue se ishte edhe rrezik. Se na ishëm pjesën më të madhe të luftës në për qytet. Kështu që ato banda tash po shprehna në atë kohë, se ka qenë luftë,
Ato ne e kishin përcjellën rutinë edhe veç me ndëgju dikun që ka shëndetësi ose mjek, na i shumë të pasigurt. Të qenurit mjek në kora të ndryshme, shpesh dhe të jetë e vështirë, edhe pak e lodhshme, si në rastin e doktorit ton. Por optimizmi ka bërë që ai asnjëherë të mos ndiej i lodhjen. Unë pak sinqerisht për ju them, nderuara doni, unë i marr pak gjërat shumë afër zemrës. Dikush mund porosit diçka. Jam e kry atë punë, jam pak si vezvese. Jam i sinqert, fjallën kom qef me mbajt fjallë. Ato që nuk jam i sigurt nuk e premtoj. Ato që ka jam i sigurt e kry me përkushtim. Edhe me nderë, gjithherë. I dashur për të gjithë, në ndihmë të çdo qytetari, e i përkushtuar ndaj familjes. Kështu e cilëson veten mjeku i qytetarëve vushtërias. Jom shumë i dashur për gjithë, po munona kohën me nda për gjithë nga pak, mos me metë që kem nevoj edhe me nejt edhe mas pune, kur të kry punën në qendër aty, kom nevoj me nejt me familjen, me nipat, po kom nevoj me shku edhe të dajt, me shku të tafërmit, po kom nevoj me dalë edhe me shokën qytet, po munona kret nga pak, po është pak problem se është një kohë dinamike. Në krejt lodhjen e ditës nuk ka se si të mungoj kafja, që për të është diçka relaksuese dhe që e shijon. E përdori edhe kafen edhe çajin, po pak në sasi më të limituar, për arsye se sheqerin se përdori, kështu që jam pa shpenzime. Pej ëmbëlsirave nuk gëzoj me përdor, po ka njëherë për mall e kam që është mbreti ëmbëlsira baklavane përdori. Ka një pjesë nuk kom qare për hongër, po ata shumë rrë. Shoqëria mbetet pjesa më e rëndësishme e secilit person, që gjithmonë shoqërohet me biseda e humor. Por sa shtyp miqësor protagonisti jon? Shokët i kom zakonisht më kanë mbet pak tash ata shokët mund të idealit që i kom pas, po prap i kem ende do shqyqyr Zoti, dal me këta me pjesën e luftës, po dal edhe me të tjerët, jom i shoqnushëm. Jom edhe për të rit, edhe për të vjetrit. I përshtatën e moshës, i përshtatën e situatave, nuk e prishim muhabetin. I ndëgjoj krejt sugjerimet, këshillat, konsultohem, bojmë bisedat mira, nuk bisedoj pa lidhje. Se më dhimbet koha me që kot, po kom qef gjithherë me kohën në shërbim ajo kohë me shvizu për të mirë, për njerëzit që i kom. Bile sidomos për moshat e reja. Kafja ma e mirë, ku dhe prej kujt? Jemi kurios ta dëgjojmë se cilën do zgjidhë ai. Qërë une me grunë kom raportet mira edhe nuk frigohen edhe mu vënue se e din që jam doktor. Se vëllaj po kam të lashe. Po une kafën që e pi me shok, jam shumë i knaqër, po edhe në familje jam i knaqër si jo. Nga e tërë dita e ti e ngarkuar e punës, e deri tek qetësia e shtëpisë dhe familjes. Një pjesë të rëndësishme tek doktor Abdullahu, zë dhe pjesa shëtitjes në qytetin e tij të dashur të Vushtërisë. Aty ku ai nuk ka as edhe një moment që nuk ndalet e përshëndetet nga njerëzit e dashamerët. E po, sa vite punë e karrierë, për kushteme e dashuri, që ju ka dhënë qytetarëve të këtij vendi. Tashmë emri i tij përmendet e admirohet kudo. Është ky pra, doktor Abdullah Vojvoda.